Prandaj, vëlla motër, merre në zemrën tënde. Akoma më thellë ku je, sepse do vinë momente në jetën tënde që ti, disa kanë filluar për juve, por do vinë momente që ti dhe unë do testohesh akoma më thellë. Në bazë të situatës ku je, në bazë të nivelit ku je, në qoftë se do zbatosh urdhrimet e tij apo jo. Sepse çfarë është tërësia e njeriut, predikuesi 12. Tërësia e njeriut thot, ajo është thot, detyra kryesore thot, ki frikë Zotin Jahue dhe zbato urdhrimet e tij, sepse ai thot do gjykojë çdo gjë të mirë apo të keqe, të fshehur thot apo të hapur në atë ditë. Në kohë e bën gjatë kohës, po tërësia jone është të zbatojmë urdhrimet e tij. Kjo është gjë me çmuar, prandaj thot në fjalë të urta 4 thot. Ta konsiderosh thot si ari, si argjendi thot më të çmuar se tobile thot. Urdhrimet e tij që janë më të ëmbëlta se hojet e mjaltit thot. Janë për atë zemër që është e ëmbël me atin, do të thënë e ka hequr në këtë rast e ka hequr lafshën e zemrës, e ka rrethprerë lafshën e zemrës së tij. Dhe atë mos andaj e bëjmë neve, do thot pendimin. Është ka ardhur, është për ulur përpara atit, çfarë do të bëj? Këtë do të bëj. Okej, më njëherë merr vendimarrje, nuk merr vite, nuk merr muaj për ta bërë atë gjë, sepse prandaj po shikojnë edhe kur e postova, ja ta shikojmë atë në kisha tonë që odha pak më përpara, sepse çdo gjë është çfarë për të mirën tonë, ligji për 30. Tani thot o Izrael, çfarë kërkon nga ty dhe nga mua thot Jahue Zoti ten, çfarë kërkon? Kur unë lexoj këto vargje them, çfarë kërkon ati prej meje? Menjëherë fillon ndërgjegjësimi akoma më i thellë çdo ditë. Më shumë. Thot të kesh frikë nga Jahue Zoti ten. Opa, ligji për të rirë. M'fal, predikuesi 12 që sapo thash. Çfarë kërkon thot? Tërësia e njeriu. Që ti të ecësh në rrugët e tija. Prandaj kur ti postove vlla fjalë të urta 22:6, që fëmia duhet të mësohet në rrugën që ai duhet të ndjekë, ja ku janë rrugët. Rrugët përbejnë dashurinë, përbejnë masandaj shërbesën e Jahue Zotit tënd thot me gjithë zemër, me gjithë shpirt, tërësinë tënde. Nuk do, okay, një kamp këtuja dhe po do plotësinë tërësinë tënde, komplet. Çdo gjë që ke, e do që ti ta vesh në dispozicion nga ana e zemrës po flasim. Normal që edhe nga ana materiale në fundit, sepse ai na i ka dhënë, do t'ja vesh atia në dispozicion. Ndërkohë na takon neve dhënia e 10% që në këtë rast përpara atit, masandaj siç e ka mbar mësimin të ju ngurajoj për punën e dhënies, është për ata që punojnë, që kanë hyrë në besëlidhje, që ke hyrë në besëlidhje. Ai që ka hyrë në besëlidhje, nëse punon, masandaj duhen janë pjesë e urdhërimeve të tija që të hapi qellin. Por a kemi zemër neve për kur të vi muhabeti që ti të punosh, je në besëlidhje, ke hyrë, ke marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë, je penduar nga shkeljet e ligjit, fillon, masandaj e shikon dorën e tija. Dorën e tija që të zbresi për ato gjëra që po bisedonim, që sot ishte apo ishte dje? Ishte dje, se mbaj mend tani se jemi pa. Por çdo gjë që pam, që ku hodha ato fotot e asaj asambleje së kishës në Filipinë. Mua më preki shumë sepse ishin duke mbajtur urdhrimet e atë në një ambient që ata ishin duke aty në fshat. Kishin e ndërtuar vetë prej druri, lavdimër të tija dhe lavdëronin atin. Tani do të mbanin thekët, ai vetë personi do të mbante thekët, por ashtu i kanë mësuar, se ashtu janë mësuar gjatë kohës. Dhe ato janë mësuar prej Izraelit, prej farisejve që masandaj shikojnë diçka me të ardhur, okay, erdha në urdhrimet, okay, masandaj mbajnë fokusin shumë herë, mbajnë çfarë bën ata ande? Jo, çfarë bën ata ande? Çfarë bën ata ande? Ti do ta skanosh me anë të Biblës, me anë të ligjit. Po i mbajnë ata? Do të fillojë masandaj kalendari biblik e gjitha gjërat masandaj që duhet të dallojnë nëpërmjet profetit Enoku, varet ai kanë pranuar, shumë prej në këtë rast urdhrime mbajtës sot apo ligje mbajtës nuk e konsiderojnë Enokun që t'ja është pjesë e shkrimit, ka shumë gjëra që por
Gjithsesi, vlla motër, thotë që ti thotë respekto urdhrimet thotë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, kështu po më shërben mua, po ecën në rrugët e mia, sepse thotë ti po i bën thotë për të mirën tënde. Po i zbaton thotë respektosh për të mirën tënde të gjitha urdhrimet dhe statutet e Jahwes që të urdhroj sot, e kishte fjalën që na urdhron sot, normal në zemrat tona që urdhronte në atë kohë, dhe kohët nuk kanë ndryshuar, ati nuk kanë ndryshuar, se që dim, po për të mirën tonë. Prandaj po theshim dhe aspektin e lutjes, mas andaj përse gjërat dhe më përpara, mas andaj nuk ndodhin në një familje, sepse që që pa ndije në jubilejnë, thotë që ai person duhet të çfarë, duhet ta rrethpresi thotë lafshën e zemrës së tij për të hyrë në besëdidhje me anë të pendimit, me anë të kthimit, dhe nuk do ta forcoj thotë, mos e forconi, nuk do ta forconi thotë me qafën tuaj. Suza e fuqishme. Sa e forconi qafën sot në Shqipëri për të mos hyrë në besëdidhje me atin? Flas me ata që janë katolikë, protestantë, janë ungjillore, është e njëjta gjë, katolikë janë ata. Prandaj thoshte ajo entela që u postova unë, që është e njëjta situatë, sepse i shikojnë disa gjëra. I shikojnë disa gjëra dhe ne kemi të vërtetën, e se vetmja shërbesë vlla motër, nuk ka shërbesë, ne normal që jemi tani ku jemi këtu, por nuk ka shërbesë tjetër në Shqipëri që të ketë të vërtetën. Ti këtë du ta dish, ti këtë du ta ruash, ti këtë për këtë du të luftosh. Për këtë do ta veçosh, sepse Satani do të luftoj ty dhe mua në mënyra të ndryshme, sepse është vetmja e vërtetë, nuk ka të vërtetën në Shqipëri, ti e shikon, me tërë idhujtarin që kanë, me tërë të gëdhendurat e tyre, gëdhendurat në zemrat e tyre, me qafën e fortë që e mbajnë, që e forcojnë. Prandaj që kur neve u nxitëm në zemrat tona për të thënë, po kjo gjë duhet bërë, po ne jemi kisha e vërtetë që si as sipas apostujve, Zoti na ka dhënë grimcat e tia, dhe po presim atë fuqi që sot mund ta kërkosh ti në personalen tënde, por do duhet devotshmëria tënde dhe time që kur të vijë ai moment që do vijë vlla motër, mos u diskurajo për vllajt kur të them unë që do vijë, sepse do vijë në këtë rast e përgatitur mirë në kohën e atit, nuk është 3 vjet, nuk është 5 vjet, sepse unë hypi në makinë dhe shikoj disa gjëra, them përse nuk jam me pjesë këtu, nuk i përkas me rrugëve të Kanadasë. Është e çuditshme, është vërtet e çuditshme për çfarë po ndodh në një mënyrë akoma më intensive. Por do duhet që neve tani të mbjellim, tani të ndërmjetësojmë, tani të jemi këtuja, tani ti të forcohesh, të veçosh veten tënde duke lexuar Biblën. Përveç se lexon fjalët e urta, vlla, në këtë rast lexo urdhrimet e Atit, fillo ti lexosh, që nga fillimi. Sepse fjalët e urta, kalojnë për një moment, por duhet të dish urdhrimet e tia, të marrësh Biblën, ose do ta rishikosh me syrin e freskët, dhjatën e re, por jo vetëm fjalët e urta. Fjalët e urta janë shtesë, mbas asaj që ke marrë, si thoshte vllai që merr një libër në studim. Merr një libër të shkurtër, ta zen. Njërë për letrave të apostujve. Dhe në ato një letrën e apostujve që ti avashavas ta zbërthesh dhe të thuash, presje, e kuptova, do bëj pyetje, përse është kjo gjë, dhe masandaj ka vargje mbështetëse që ti ta kuptosh, sepse kur e kupton atë libër, masandaj, që është 5-6 kapituj, ai libër nuk të hiqet për zemrës tënde. Do vi libri tjetër mbas 2 muajsh, që ke mbaruar mbas 2 muaj studimin e atij libri të shkurtër, dhe kështu nuk të hiqet, dhe kur të vjen personi përpara, apo kur ti dëshiron të thuash diçka, apo do t'i thuash një personi, je i mirë pajisur, je i mirë formuar në Bibël, do të duhet të momrizosh disa vargje. Unë të inkurajoj, një varg në javë mund ta momrizosh. Merë, shkruaj, sepse e shkruajtura të duhet ta e gëdhen në zemrën tënde dhe duke e shkruajtur. Merë, shkruaj në një fletë, vendose në një vend përpara teje dhe fillo ricitoje gjatë tërë javës që ti ta marr, ta kesh momrizuar. Tani, po më shën fjalët e urta 22:6, është të tërë dinë.
ti e shikon që ka një presje, më mërizo atë të parën, thuaj 10 herë. Okej, testoj vetën tënde. Mësoj fëmijës rrugën që ai do të ndjekë, okej. Mbas një ore, e mban mend fillimin atij vargu? Mësoj fëmijës rrugën që ai do të ndjekë, okej. Kur e mjeshtrove këtë, pastaj kalon e pjesa tjetër. Dhe mund ta bësh një varg në javë. Një varg në javë. Në krye të një muaji ke 4 vargje që ke memorizuar. Por ato memorizime nuk janë kështu gjëra intelektuale, janë gjëra që ti po e fut në zemër. Sepse ti ke të vërtetën, ti do ta dish që ke të vërtetën. Dhe do ta mbrosh dhe do ta buqasësh të vërtetën në një moment kur të jepet mundësia apo që ti e di që ke të vërtetën dhe ta thuash. Dhe vlla motër, unë të inkurajoj, gjithmonë do jetë betejë kundra ligjit. Persona do të afrohen për të thënë në mënyra manipuluese, masandaj për të thënë, o ja, sabati ligji është hequr. Ti e ke, ku është mbështetja jote, më thënë ajo mbrojtja jote ndaj sabatit, për shembull. Përse? Përse është akoma për neve? Më kupton? Ti do t'i dish ato vargje, unë të ndihmoj, të them, masandaj ti jap ato vargje dhe do t'i hedh mbas mësimit. Ta zem për mbështetjen që ti di dish ato pikat kyçe. Që janë masandaj që kur të vi një person do t'i thuash, ok, hajde ta lexojmë bashkë. Dhe mos mundo të japësh shpjegime prej vetes në atë moment sepse bën debate masandaj po thuaj, da ta shikojmë në Bibël kur të vjen personi ose ta takosh ndonjërin nesër, në njëri që është mirë, siç e dim në Korçë ta zem vlla, ja. Ok, i tako apo në fshat aty në Korçë apo në qytet. Aman, vëlla, por e shkruar ati në Bibël, ja ku është? Është shkruar në Bibël. Ja çfarë është shkruar. Dhe që aty ti po ndërton të mirën. Po ndërton dhe po i thua tjetri që ke disa themele që nuk janë të mira, duhen shkollur ato themele. Do të rrezosh dhe fillo, është mirë të fillosh me themelet e shëndosha. Do t'i thuash tjetrit. Okej, do lutemi. Ndalova për një moment se ishte fjala. Dhe për ta mbaruar në ligjin për 30, thotë masandaj që do ta rreth prisni qafën e lafshën e zemrës suaj dhe nuk do ta forconi me thot qafën tuaj, sepse Jahue Zoti juaj është sunduesi i sunduesve, është Zoti i zotrave, është Zoti i madh, i fortë dhe i tmerrshëm, që nuk është i anshëm dhe nuk pranon dhurata. Thotë, e ka fjalën që do të çosh dal të jap një dhuratë dhe masandaj mund ta blej. Po thotë që u siguron drejtësinë, thot gjithashtu, jetimeve të vejave që janë realisht jetim dhe të veja që janë në këtë rast në kishën që kanë nevojë, dhe kur të tjerët masandaj ngrihen kundra atyre, thot, masandaj unë do t'i mbroj, thot. Dhe që e do të huajin, e ka fjalën që e do të huajin ati, ishte fjalën me Izraelin, i dua dhe të huajt sepse ata më respektojnë urdhrimet e mia dhe do kenë të njëjtën porcion, jeni të barabartë me të njëjtin ligj, siç thonë në Numrat 15. Për shembull, kur vllai thotë Numrat 15, atëherë ti e shënon në Numrat 15 ke bestidhjen që thotë si huaj, si ju që jeni të lindur, thotë, do keni të njëjtën ligj të përjetshëm. Ja një varg që mund të thuash dikush, ligju hoq, si? Po është shkruar i përjetshëm në Numrat 15. Dhe masandaj thua, kur dolën nga Egjipti ishin dhe të huaj që dolën atje. Dhe u bashkuan një mori e madhe që ishin të huaj, u bashkuan me Izraelin, panë shenja mrekullitë që Beriati nëpërmjet Moshes, dhe u bashkuan ata të huaj. Dhe në Numrat 15, tash ti e shënon në Numrat 15 në fletoren tënde, dhe vetë shikon që në Numrat 15 thotë si huaj, si ju që banoni në vend, thotë, do keni të njëjtën ligj, të njëjtën dekret, thotë, po atë ligj të përjetshëm. Dhe ja me njerë, keni disa themele të shëndosha, kur të vjen një person thotë, ligju hoq, si, po është i përjetshëm, ja ku është vargu. Hajde ta lexojmë bashkë. Sepse po ti thuash ti një personi vllamotor, po ti thuash me gojën tënde, është i përjetshëm, nuk e marrin parasysh se është mendja mishore, është njeriu akoma i parë i lindur. Po ti thuash, hajde të shkojmë te çfarë thotë, le të lexojmë disa vargje dhe mos ja thuaj ku është fillimisht. Se po ti thuash në Numrat, dhjata e vjetër, me njerëz skartuar ai në mendjen e tij. Po thua,
Hajde shikojmë këtë varg, se ka një varg që unë do ta lexojmë së bashku. Okej, ti hap, me një shkon tek numra 15. Shikoj që është i përjetshëm. Atëherë thuaj, logjika tënde i përjetshëm është e përkohshme? Është për një kohë të caktuar? Jo, është e përjetshme. Pastaj mbaje në zemrën tënde Psalmi 119 është themeli në jetën tënde. Psalmi 119 është psalmi më i fuqishëm që përben për ligjin. Fillon që në fillim për të qenë panjolla, dhe aty është një kapitull më vete, mas andaj. Pra po flet që rruga atje po flet, që ti keni një rrugë panjolla, duke ecur në ligjin e Jahue, se ai person është i bekuar. Ti po i the këto dy vargje atij personi, që aty ke ndërtuar një bisedë për gjysmorësh. Dhe të qëndrosh aty, të mos devijosh mas andaj në gjëra të tjera që të thonë. Më kupton? E po ecë vlla. Po ecë tu në sallonin. Okej. Po se do lutemi tani prandaj, po e thash këtë gjë që sepse nuk mund të lutem më ulur. Më kupton se Damiano po pyet, po pse po vjen anash, më thotë. Se kur shikon kështu e ke parasysh edhe sikur vjen ai kur je ulur që je më i fokusuar, domethënë ne që shikojmë, por e di që e kam provuar këtë që vjen. E kuptoj va, po jo, ke shumë të drejtë. E ke të drejtë va, kur janë ulur mbas andaj fokusuar, por nuk jam i qetë në moment se do e di që do të lutem. Ja si para përgatitje prapë. Gjithsesi doli gjatë kohës gjatë rrugës, por ju inkurajoj vlla motor, e them me sinqeritet. Unë maj mend kur them do t'i postoj disa vargje. Ti do t'i kesh sepse këto janë themelet tënde. Okej, do lutemi vlla motor, do t'i kërkojmë fytyrën atit për veten tonë, për planin që thamë, për çdo mbjellje që ati në këtë rast dëshiron të na ngreje, të na forcoje, të na bashkoje. Dhe vllai unë krajon me dashuri, me përulje me njëri tjetrin. Unë pa them sinqerisht, unë para se të kthej përgjigje në njërit për jush, unë mendoj për momentin. E mendoj marr një herë frymë thellë, them dal, nëse do ta them kështu, po dale ta them në një mënyrë, më kupton, dhe jo është ai reagimi i parë, se reagimi i parë është mishi. Do thotë vllai haprazi. Reagimi i parë, por mas andaj me përulje, me dashuri me njëri tjetrin, sepse ati do atë prej nesh, lavdjemi të tia, dhe do lutemi për këtë. Do lutemi për atë që nxitëm në zemrat tona, që po doli përse tani, sepse është koha që ati e solli që neve të mbillemi në Shqipëri për lavdi të tia, si qysh tek nuk e di më, këto do lutemi. Prandaj unë dua prej te, mas andaj nëse ke mundësinë të kërkojmë atit, ke mundësinë të hapësh mikrofonin, të lutem beje, të dëgjojmë në zemrën tënde, sepse zemra tënde është e vlefshme, të kërkojmë atit, sepse janë disa gjëra që duhet të kërkojmë. Që portat e ferrit, portat e Sheolit të mos kenë përparësi, por nuk do kene, thot, për ata që qëndrojnë me mua, tha Mesia. Tani, ne po qëndrojmë tek ai, po dëgjojmë sepse ai është kryeprifti toni i përsosur. Ai që në këtë rast na jep akses tek ati, dhe ati ka dhënë gjithçka atia, administrimin, e çdo dhuntie, e çdo fuqie, e çdo hiri që na jep ai, sepse para se ta marrë ai ja ka dhënë ati, dhe ati ja ka dhënë atij dhe ja e jep pa dyshim, siç ja dha kurese në tokë, çdo fuqi, çdo dhunti i jepte, që ai bente çarberi. Dhe ne do t'ja kërkojmë atit, në tani, ne nuk i kërkojmë Mesia, sepse ati vetë, Mesia vetë tha, kur të luteni, të kërkoni atit tim në emrin tim, dhe ne do t'ja kërkojmë në emrin e tia, por në qoftë se ti dëshiron ti flasësh për një moment, Mesias Jashuas në intimitetin tënd, Allah mo tërbeje, sepse ai është i gjallë, ai shfaqet personave siç e dinë, shfaqet siç mu shfaq mua vite më përpara, atë vizionin fizikisht përballë në parkingu. Unë atëre i komunikoja me Mesian, i thesha të lutem, më vizito mua si s'ke vizituar të tjerët. Këtë mund të abesh, mund t'i kërkosh, por çdo gjë të mire që vjen në këtë rast dhurata apo fuqi vjen prej atit, ai është burimi që ka.
për lavdit të tia. Tani, ndoshta do hym, le të hym pak në adhurim prapë dhe masandaj si të na drejtoje Ati për lavdit të tia. Haleluja. Majtonja dje për Teofilus. Majtonja dje në makinë. Për lutem se Atit po qaja. Lutem ta çliroj një ditë në emrin të Jezusit. Ati për jetë. Serafim attent, lavdi rritet. Lavdi për jetë o Atë, për mundësin të afroni për para fronit tënë, për të afruar në fronin tënë në përmjet gjakut të Mesias Jezus. Ti që rrethohesh nga serafimët, ti që rrethohesh nga kerubimët, lavdi për jetë, ti që qëndron në dritë, lutem mua të na fuqizosh në zemra tonë, lutem mua që ti na fuqizosh akoma më tepër të na mbush me frymën e Shenjtë. Në takimin e ardhshëm jemi të bashku, të kërkojmë fytyrën tënde që të dridhet ajo ndërtesa, siç ti e bere dhe i mbushe apostujt atë ditë. Lutem mua të Jezus. Lavdi për jetë. Beso. Përqëndrohu vlla motër. Shprej zemrën tënde. Mos hasim gjëra të vogla në emër të Jeshuas. Kërkoj Atit gjëra më të mëdha. Kërkoj gjërat e fuqishme siç ai ka premtuar. Prandaj, siç thotë edhe Jeremia 33. U drejto dhe unë do të përgjigjem. Dhe do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të fuqishme, thotë që ti nuk i di akoma. Ama ne do ta thrasim. Dhe ai përgjigjet. Dhe do të thejt dhe madje do të tregoj gjëra të mëdha dhe të fuqishme. Ato që të fshehura, të cilat ti nuk i di dhe nuk i kupton thotë, dhe nuk mund t'i dallosh tani. Por më kërkova dhe unë do t'jap fuqishmëri. Japi Yahweh, të japi sytë e mendjes tonë. Të hapi sytë e mendjes tonë të dimë cila është shpresa e thirrjes tonë personale. Lavdi për jetë. Ai që banon në dritë, nuk ka errësirë në të. Ai që ngrihet i fuqishëm me lavdinë dhe shpërqimin e tij. Kërkoje vllamotë, thuaj diçka, tregoj madhështinë e tij, tregoj lavdërimin e tij. Lavdi për jetë. Tani ne jemi në të, tani e ti që jemi në festivit në të, tani ti që jemi të vërtetë. Lavdi për jetë. Leje rrugën në mua të falë. Leje rrugën në mua të shenjë në emër të Jeshuas. Për atë planin e mrekullueshëm, Ti e fole fjalën. Ti e fole fjalën. Manifesto e dorën tënde. Manifesto e dorën tënde ti për të Jeshuas. Për kishën e vërtetë në Shqipëri. Për ata që ti do afrosh. Për ata që do shqesh. Për ata që ti do lesh trashëgimi nëpërmjet udhërimeve tënde, nëpërmjet nesh, e qose gjem hir dhe favor në sytë e Lavdi për jetë. Lavdi e jetë.
të dalim jashtë të mundre. Që ti të zbrejsush dhe të shikojnë të prania jote është në mesin tonë. Që fjalla jote kur dëgjojnë të brejtje dhe të tere në zemrat e tyre. Për vendimin e tyre, që ato zemra që akoma nuk ka marrë rreth prerjen e lasës së tyre në emër të Jashua sot. Të na ndihmon sot. Të na ndihmon sot në emër të Jashua sot. Të fuqizon zemrat tona. Të na ngresh me dorën tënde. Të na fuqizosh për njeriu tonë të brendshëm me fuqi për frymës tënde të shenjtë. Lutem-o të na fuqizosh, të na mbusësh me frymën tënde, të japësh udhëzi, hapësh sytë e mendjes të dimë udhërimet tënde. Që Satani të mos marrë avantazh mbi jetën tonë, mbi jetën tonë. Në emër të Jashua sot. Vepro në zemrat tona akoma më tepër. Për kishën e vërtetë, që ti të konfirmosh një ditë fjalën tënde me shenjë dhe me mrekulli që do na shoqërojnë. Në emër të Jashua. Ti më shiro atë. Ti më shiro atë dhe na hap zemrat akoma më thellë. Na ndihmo atë në emër të Jashua. Le të ngrihen dhe të ulen engjëjt tuaj. Siç Jakobi kur ai ushtri dhe pa vizionin. Që engjëjt të ngrihen dhe të ulen mbi kokat tona, mbi jetën tona, mbi fëmijët tanë, në trashëgiminë që ti do, për mira që të duan dhe zbatojnë udhërimet e tua. Që ata që janë manipuluar në Shqipëri, ata që mbajnë qafën fort akoma, do kuptojnë që kanë lënë me njëri frutën tënde, sepse do t'u vijë dëshmia që ti do heqësh gënjimin e madh nga sytë e tu, nga sytë e tyre, që ti do ta heqësh atë verbimin që ata kanë krijuar me anë të qafës së fortë, me anë të mos pendimit. Po ti do ta vesh të mundur në ato zemrat e vërteta, siç ti po lëviz tani në emër të Jashuas. Leje të mundur leje të mundur që na bashkosh dhe na çlirosh nga vendet ku jemi, nga situata ku jemi, nga vetja jona akoma më tepër, të rrethpresësh nishin tonë e përuljen tonë. Dhe në qoftë se ke përulje vëlla mot, kërkoj atë që ke nevojë, që ai të bëjë. Sepse lutja është një përulje që ti po vën përpara tij. Për ato që ke nevojë të punoje në situatët, në ato aspekte që ti dëshiron të mjeshtërosh. Dëgjoj lutjet tona, Mati. Dëgjoj frikën tonë, Mati. Hape qelin hape qelin di kota tonë, hape qelin di familje tonë, në emër të Jashuas sot. Leje të mundur o Ati im, në emër të Jashuas sot. Leje të mundur o Ati, dora jote na ngrej fuqishëm çdo ditë për planin që ti ke vendosur, për kishën e vërtetë në Shqipëri, për rilindjen që ti fole, në emër të Jashuas sot. Për rilindjen në Shqipëri vot. Konfirmoj fjalën tënde. Të lutem për të. Manifestoj fjalën tënde.
Ja ku jemi, ma. Ai, jesh aja, tha. Ja ku ja. Unë lutem për të që ti ta sjellësh atë në të vërtetën tënde, Zoti. Dhe ti the profetit, të të dërgoj. Ja ku jemi, ma. Ti njëzë me tonë. Cila është tërësia njeriu? Për çfarë këto kohë, këto vite që kemi në tokë? Për çfarë janë të vlefshme në fundit? Si keto atë fjalët e tjerëve mbi shpinën. Pra të mbretëri që po vjen. Për investimin, dedikimin, veçimin, për kushtimin tënd të vëlla motër. Për çfarë janë vite që kalojnë shpejt, që kalojnë dhe nuk i shikojnë? Si një drejtues në rrugën e drejtës sot kemi shirë për të dhe familjen e tij. Dhe e lutjen tënd. Dhe e kërkesën tënde, vëlla motër. Sepse ku 2 o 3 vlidhen në praninë e tij, ai është në mesin tonë. Dhe të drejtohet drejt tejo, të lutem. Për të sytë tejo, që ai të shikoj të vërtetën tënde. Më shiro, të plotësoj vullnetin tënd. Plotësoj vullnetin tënd. Të lutem. Të gjo britmën e zemrës tonë, për vullnetin tënd, që mbretëria jote të avancojë, që shpirtrat të shpëtohen, që ti na vajosë se cilin për nesh, të na veshësh me dhuntit të tënde, që dhuntit të frymës së shenjtë të manifestohen në jetën tonë. Se cili çmuar o në dorën tënde, si një vegël në dorën tënde. Që u larguan, duke hetur në fund në fund. Të mua që ti të hapësh Në ndihmoa, sepse rruga është e të gjatë. mjekin rrugën e vërtetë. Në ndihmoa. Të vërtetën tënde, kemi shirë për të lutem. Në ndihmoa. Ja, kemi shirë. Kemi shirë. Hildi tha, Ata që i larguara prek. si tha Elia, që ti dërgove. Me një vit, apo me Hajde, sepse rruga është e gjatë. Na jepu nga prania jote të fryshme ne me frymën tënde, sepse rruga është e gjatë. Na fuqizoha, dujnë të raskapitur, na forcohu krahat tona të lodhura, në emër të Jashua sot. Që të pesh në zemër të lupë, që të jetë në shtetës për të në rrugën që e ka sjellur. Ti më shiro dhe ti që verbimin dhe shgënjimin o atë është në këtë gjë. ngurtësimin që është krijuar o. Këtë gjë. Shgënjimin e matur për shkak të paudhësisë të tyre në Shqipëri o sepse ti je i drejtë, ti je i drejtë dhe i shenjtë. Kurse ne si popull kemi harruar urdhrimet tënde, ligjin tënde kemi braktisur, prandaj populli tuan sot në Shqipëri. Po në qoftë se gjejmë hir në sytë tuaj, në qoftë se gjejmë hir në praninë tënde, na ndihmoha të tregojmë mbretërinë tënde, të kthejmë shumë nga paudhësia, në kohën e duhur. Fjallën tënë, matë, sepse ai më mëson në vërtetë të tua, e lutem që të ketë sa duhet tonë. Të jetë fjallën tënë dua dhe jepi o atë sa
Na ndihmo, plotësojmë momentin tonë. Na drejtohu, na folo atë i cili prej nesh. Në emër të Jashua Zot. Na ndihmo mua që të ndjej urdhërimet e tua. Na folo atë, na vizito si ti dëshiron në sovranitetin tënd. Për të ngritur atë pishën e vërtetë. Të ku shumë do ushqehen, do shërohen, do të çlirohen me autoritetin e emrit të Jashua Mesias që ti na ke dhënë. Për të predikuar lajmin e mirë të mbretërisë. Si vllai dhe motra, dhe për të gjithë ata që ti do sjellësh. Në emër të Jashua Zot. Na ndihmo dhe na drejto, dhe na folo atë. Për çdo lëvizje që duhet të bëjmë personalisht, secilin prej nesh sonë. Vizitoj vllain, vizitoj motrën, në emër të Jashua Zot. Le të keni një takim minor që nuk e kam përjetuar më përpara. Le të jenë vizitimet e engjëve në emër të Jashua Zot. Ndoshta të pëlqej ty që të flasësh në përendra me ta në emër të Jashua Zot. Çfarë po merrni në këtë moment ishte që ati po na shikon individualisht se cilit prej nesh ku jemi me te në kuptimin e mirë që syri tia është mbi secilin prej nesh. Çfarë po merrni ishte po ju shikoj. Po ju shikoj. Këtë po merrni. Vlla motër, unë kam thënë për para, ndoshta vlla Damiano, ndoshta se kam darë me ty, po. Unë kur isha në punë para 3 vjetësh, kur ishte Arjeta atëre, nuk e di ti vlla, ndoshta si ishte edhe vlla Klisi atëre. Por unë poecia në për sallonin aty dhe ke parasysh kur të zbret fjala mas andaj me një në zemrën tënde, kështu nga hiçi që nuk e pret. Një fjale qetë, një fjale e qartë, një fjale që të prek. Dhe po fliste ati për rilindje në Shqipëri. Më tha vetëm një dhe 4 fjale. Dhe unë rapova dhe unë mbylla në një dhomë. Dhe po qaja. Po qaja në atë moment sepse ishte fjala kaq hapur që nuk e prisja. Ne tani ma rikujtovi aty ku po luteshin. Ka një manifestim të fuqishëm që ati do beje. Po prandaj, mere në zemrën tënde për kushtimin tënd akoma më thellë, të qëndrosh, të rezistosh të ligun kur të vjen me çdo person që mund të jetë në kontakt me tyne. Skartoj ato gjëra. Sepse veçimi tënd është shpëtimi tënd. Baje mend për vllajt. Sepse pa veçim, thot Hebrejnë të 12, asnjëri nuk do të shikojë Jahve. Pa veçim. Veçimi fillon me pendimin. Pendohesh nga shkelit e ligjit në rast se ju e betë. Mas andaj vazhdon ai veçim. Po për të gjitha gjëra që neve folëm, vlla motër, ato gjëra do duan për kushtimin tonë që ta mbajmë njëri tjetrin në lutje, të përulemi ndaj njëri tjetrit, të flasim me dashuri në këtë rast, sepse ne do ta tregojmë integritetin dhe karakterin fillimisht para se të vinë të tjerët, kur të vinë të tjerët do thonë që wow, vërtet ati Jahve, mbiri tia, është në mesin tuaj. Sepse gjërat të tilla nuk janë aty jashtë. Sepse do dallohet dëshmia nga fryma, sepse të tërë thonë po në Shqipëri thonë gjëra të apo ja, e citojnë, por
Kur vëllai u thotë që leximi i Biblës, që mirëpajisja tënde me fjalën është kryesore, që ti duhet i kesh masandaj forcimin, ngushjen me fjalën. Që kur të afrohet dikush masandaj, apo kur që ti t'jesh në gjendje ti japësh të vërtetën. Unë e kuptoj, është një kohë në këtë rast, por investo tani, sepse për të qenë ajo kisha e vërtetë, masandaj që neve duam të jemi, nuk është çështja vetëm praktika e festave të tija, është çështja që ne të shërbejmë, sepse është një themel që në këtë rast të jemi neve, që të tjerët do vinë të ndërtojnë mbi ne, që do marrin prej nesh. Por që ne të tregojmë integritetin të plotë, dhe nuk është e vështirë, ta tregojmë. Ne vëlla në këtë rast si burrat azema dhe motrat, për sa i përket veshjes, për sa i përket mbulesës në kokë, thekët, ato gjëra janë pjesë e jetës tonë dhe i lejmë trashëgimi të tjerëve kur vimë, do t'i mësojmë, ai që ka një zemër të përullur do qëndrojë, të tjerët s'punë e tyre. Por ata që ati do sjellin, ne duhet t'i mësojmë. Duhet t'i mësojmë. Unë po dëgjoja prapë mësimin e 4 që patëm par dje, apo dje kryesë dje, po dëgjoja domethënë sa i mbushur kapitulli 2 i jubilejve, i mbushur plot. Dëgjoj prapë. Dëgjoj vëlla motër, sepse në të njëjtën kohë, për shembull, takimi është të them në orën 8 apo në orën 7. Po gjatë ditës ti në që në mëngjes do dëgjosh një mësim të plotë, ja, investove 2 orë. Masandaj, ta them, bëra gjërat tënde, mbas dite, mbas të orës 1-2, do marrë studimin tënd, do të përulesh përpara, do marrë Biblën, do lexosh. Po ja u mbushe. Masandaj vjen dhe takimi, që do me? Po është mundësia t'i bëjmë, sepse unë e kam disiplinë për veten time që e bëj në atë mënyrë, se nuk ka rrugë tjetër. Unë e bëj, jo sepse duhet ta bëj, por e bëj sepse kam dashuri dhe e bëj me dashuri të sinqertë, se s'kam gjë tjetër për të bërë. Kështu që mbushu me fjalën. Janë mësime që kemi bërë përveç atyre në vaj kafe në 6 muajt e fundit, ose vitin e fundit të thuash, janë mësime të mbushura, ka plot tema, po të është në videot, ose në live për një vitin e fundit, mjafton të klikosh në një mësim, do mbushesh. Unë lutem atë që ta kesh atë zemër, flas zemër ndaj fjalës, jo ndaj një mësimi se unë dal atje, sepse unë kur dëgjoj mësimet e mia ose konsideroj, është ka që çuditshme, personi që flet, dua të dëgjoj çfarë fjala flet nëpërmjet atij personi. Sinqerisht e them, unë kur vet mësimet e mia, dua të dëgjoj fjalën, sepse e di që të tjerët nuk flasin, çfarë të dëgjoj, dhe në anglisht, nuk kam gjetur akoma një person që të më sfidojë. Por për momentin na sfidon fjala për lavdit tia. Lavdimit të tia. Leta gjo, unë shpresoj tash do ta gjej një moment, por ishte desha ta vazhdonja atë pjesën e tretë. Tani varet ku e kam lënë. Do ta vazhdojmë pjesën e tretë që lam dje. Kjo është zema ty i prekëm, e kam këtu ja, lavdimit të tja. Do mbushemi prej fjalës, le të mbushemi. Me të mbaruar, vëlla motër, le të mbaroj, me të mbaruar Biblën, normal që do meni kopjen tuaj, unë do dërgoj që këte dhe po punoj në një mënyrë sa më lejonate, sepse kemi të mbushur me shumë gjëra, por që sa ti mbaroj të pak, se janë disa libra që janë për të përkthyer, janë disa fjalë që unë po e vërenja dhe dije, masandaj janë nga Google i përkthen në një mënyrë tjetër, por që të marrim kohën e mirë, por me të mbaruar masandaj është Bibla e plotë, do printohet e bukur e mirë,
për lavdit të tia, edhe masandaj do ta merrni dhe do jetë aplikacion si thash për neve, për lavdit të tia. Por po që të vazhdonim në treshin, të prekëm, prekëm dhe po me që për ta rikujtuar ja një moment sa ta kaloj këtu ja. Një sekondë, veç këtë. Sekundë sa të vem një qka të na ndihmoje. Lavdimet të tia. Tani ti e shikon në ekran vlla motër. Kjo është Enoku, po për ta ri freskuar. Që thoshte që çfarë fjalët e bekimit që ai bekoi të zgjedhurit neve të drejtit që do jetojnë në mundimin e madh. Edhe masandaj thotë që Zoti i përjeshëm që do shkeli mbi tokë, madje në malin Sinai, ku ndodhi kjo? Ndodhi me Moshen. Zbriti në malin Sinai, shikohet tash Enoku ishte profetizuar të paktën 2000 vjet përpara. 2000 vjet më përpara profetizovi që Ati do zbriste, do shkelte në malin Sinai dhe zbriti. A nuk e pa Moshe, nuk e pa kurrizin e tij? E pa. Si tha, do të fshetha në qoshka, tha, ty në shkembi, tha, sepse fytyrën time ti tani nuk mund ta shikosh, tha. Do vi koha ta shikosh, tha, por jo tani. Dhe çfarë? Pa, kurrizin e Atit. Dhe lavdia masandaj që kapi fytyra në atë momente Moshe dhe e shfaqi masandaj që vuri vellin që nuk mund ta shikonte populli i Izraelit. Por tu shkeli Ati dhe Moshe e pa. Çfarë të thuash, janë profetizime që shikon masandaj manifestimin në kohën që ne vëdim. Dhe ja, do të paraqitet nga kampi i tij. Do të shfaqet me forcën e fuqisë të tij nga qielli i qeve. U shfaq, zbriti poshtë. Moshe e pa. I pa kurrizin. Një rast të veçantë që Ati ka zbritur. E ke parasysh ku na kanë thënë neve që ja, Zoti Jahwe është nuk është këtu në kohë. Ai jeton jashtë edhe por ja, nuk e di, ndoshta nuk tash po flas por unë të paktën ka marrë ato thënie të tilla, ndoshta ti dhe i ke marrë edhe të njëjta gjëra, që të kanë thënë që Zoti është jashtë kohës, ndërkohë si që nga jashtë kohës. Kohën kush e ka krijuar? Ai foli që në fillim dhe filloi koha. Që në ditën e 4 fillovi koha. Sepse në ditën e 4 neve fillojmë mbajmë kalendarin biblik. Kur dielli u vu në lëvizje. Atëre fillovi koha, fillovi kalendari. Okej. Tani, besoj se to i pa më dia, okej. Ishte në treshi. Ishte në treshi që desha të kalonja. Çgo çfarë thotë Enoku 82. Tani biri im thot Metusela, ishte biri i Enokut. Profetit Enoku, i biri tij thot, të gjitha këto gjërat që po t'i tregoj dhe po t'i shkruaj thot. Dhe unë kam zbuluar gjithçka që engjëlli i zbuloi thot, të kam dhënë librat në lidhje me të gjitha këto. Prandaj ruaj biri im librat nga dora babait tënd dhe kujdo që do t'ja ti dorëzosh brezat të botës. Thot ruaj këto dhe jepja brezave. Dhe prandaj brezat i shkrojtën dhe ja ku jemi neve. Ja ku jemi që tha pak më përpara lart, çfarë thoshte që janë për ata që janë për një brez shumë të largët, si tha atëre në Enoku 1. Që do jetojnë thot në mundimin e madh.
Dhe përse tani u hapën këto libra? Me të ardhur Mesia këto libra u bën të njohur. Se filluan që në Etiopi, që i kishin në shekullin e 4. Normal që i kishin më përpara, sepse Ezra i kishte këta libra. Profetët i kishin këto libra. Jeshaja, dhe më thënë që është emri i tij vërtetë, ai, siç e pamë këtuja, citon prej tia, ne e pamë këtuja pak më përpara, ja ku ke. Citon prej tia atë dhembjen që si një grua që është në lindje për mundimin e madh. Sepse një grua mundohet për të lindur. Dhe tani, dhembjet janë dhe do fillojnë masandaj të intensifikohen në shtrëngimin e madh. Se tani si tha Mesia që okej, do ndodhin disa gjëra, po këto janë vetëm fillimi i dhimbjes së lindjes. Është lindja cila është, vëlla motër? Lindja është ringjallja. Lindja, lind. Ringjallemi. E prandaj që do ketë masandaj mundime, dhimbje që do ndodhin, si një grua që lind thot, që masandaj kur ajo grua do lindi, nuk ka më masandaj thotë. Është ringjallja, por që Jeshaja citovi prej tia. Në më thënë, 1500 vjet mbas Adamit, tash janë 4000 vjet në dhjetën e vjetër, para se të vinte Mesia, janë po thuaj 4000 vjet. Tani po llogaritësh 800 vjet në profeti, sa i vete këte? I vete 3000, deri në Adam i vete 3200. Okej, 3200. Duke hequr 1500, sa i vete? 1700. Po. 1700 vjet më përpara profetit Jeshaja, Enoku profetizoi dhe ai tha të njëjtën gjë, domethënë 1700 vjet më përpara. Sepse i kishin ata librat. Unë kam bërë një mësim në anglisht dhe do ta shfaq, por do ta shikoj pak se ka shumë gjëra që kanë futur dhe nuk janë të nevojshme ndoshta, por flas për këta ligjmbajtësit. Por do ta kthej në shqip atë. Do shikosh të gjitha gjërat që Mesia mbajti, beri, dhe të gjitha ato simbole, përse ai i tha ati tjetrit në Pashka, në Luka 22 tha, ai shkon e do gjeni atë personin, kush ishte ai personi, çfarë po bente, ai po mbante çfarë ishte ajo qypi ujit apo ajo kova ujit që po mbante. Ajo ka një domethënie më vete që është kaq e fuqishme që unë nuk i dija, po kur filloni studion çik më tepër. Dhe është lidhur me çdo gjë tjetër, me Gjon Pak Zorin, përse ku ishte, sa gjëra që shfaqen, por me ta mbaruar në shqip, do ta shikojnë dhe ata në Shqipëri, përse janë ten disa gjëra që janë të lidhura me të tërë këto libra që po ne po lexojmë tani. Që Mesia citon për këtyre librave. Që i tha masandaj çfarë, Metuselau që si tha, okej, ruaj, prandaj ruaj këto libra, thot, që po t'i jap babai tën, thot, dhe ta dorëzosh brezave që do vinë. Unë të kam dhënë urtësi ty, fëmijëve të tu, thot, fëmijëve e tu do të jenë për ty, thot, që ata t'u japin fëmijëve të tyre për breza. Këtë mençuri që te kalon mendimin e tyre, do thot, te kalon perceptimet e tyre, thot, për këto libra. Dhe ata do të kuptojnë dhe nuk do të flenë. Prandaj një person që ka librat e Enokut të jubilejnë nuk fle frymërisht, vëlla motër. Gjumi frymëror, gjumi i vdekjes. Këta që do t'i kuptojnë, thot, ata që do t'i kuptojnë, nuk do flenë. Okej. Në Mateu 25, kush fjeti? Okej, 25, kush fjeti? Ishin disa persona që fjetën. Ja një moment, ja ta gjej Mateu 25, fjetën. Dhe me njerë kalojmë neve, në më thënë, sa i vete? Gati 4000 vjetë më vonë, manifestohet. Kush fjeti? Ta që kuptojnë, thotë, nuk do flenë. Okej, le ta shikojmë që kush nuk fjeti. Sa i mbushur është. Mateu 25,
Tashme është përpara, nuk mund të evitojmë. Desha ta evitoja, por nuk është lejtë shumë mirë. Është mirë që ta rishikojmë në syrin tani e së të vërtetës. Nuk do flenë. Shiko tash, ti mbaj mend të që disa persona që kuptojnë këto libra që janë transmetuar gjatë kohë nuk do flenë. Okej, nuk do flenë. Mesia flet thotë. Atëherë mbretëria e qejve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave. Virgjëreshat janë besimtarë që kanë hyrë në beslidhje dhe ne u bëm të virgjër nga ana frymërore, u pastruam. Sepse ishim në shturje apo jo më përpara. Dhe me anë të hyrjes në beslidhje dhe me anë të pagëzimit në ujë u pastruam. Prandaj thotë dhe apostulli thotë që të paraqis thot si të virgjëra thot përpara Mesias Jashua, se kishte fjalën për besimtarët nga ana frymërore. Tani, këta besimtarë hyrën në beslidhje, morën llambat e tyre. Llambën ti dhe unë e marrim personalisht, vëllazër. Që neve të shikojmë ku ecim, si e marrim. Një pyetje vëllazër, dua të stimuloj pak zemrën tënde, nëse ke mundësi të përgjigjesh. Si neve i marrim llambat? Çfarë duhet të bëjmë që të kemi llambën? Bëj një koment. Atë që të vjen. Të cilat e morën llambat e tyre. Okej, ti dhe unë si e marrim llambat neve? Bëj një koment vëllazër. Të dim, nuk ka për turp sepse nuk e dim. Kemi shumë gjëra që nuk di unë. Nuk është puna atje. Po si neve i marrim llambat? Okej, presim komentet e audiencës tjetër. Faleminderit motër, ja të presim të tjerët, nëse është ajo apo jo. Vlla motër, ti mund ta flasësh tende, nuk ka rëndësi. Okej, vlla, si mendon? Si neve marrim llambën? Kruaj diçka, mendoj për një moment. Në këtë rast, çfarë do thotë që ato i morën llambat e tyre? Okej, ti si e merr llambën? Çfarë do të thotë ajo gjë? Okej, vëllai. Si veçohesh, vëlla? Ti si veçohesh nga bota? Që Mesia e bente, si e bente ai? Nuk e gjithë normal. Lutje. Vëlla, përpara lutjes, çfarë vjen? Vjen ecja jonë. Si veçohemi neve nga bota? Okej, mirë. Motrat e thanë të terë, duke mbajtur ligjin, vlla. Te kemi llambën neve, duke mbajtur urdhërimet, kështu veçohemi, të tërë më kupton. Kjo ishte. Kështu veçohemi, për veçimin të duhet të zbatosh urdhërimet e ligjit. Aq. Që në fillim motra Malvina shënovi në shënjestër duke ndjekur urdhërimet, tha. Okej. Lavdi atit, okej, dhe masandaj dhe arditi të njëjtën gjë, normal. Por kjo është, vëlla, që ta dish veçimi bëhet
Mirë, motrat e thanë, por veçimi bëhet me anë të urdhërimeve të ligjit. Tashi, vllai po ju ndihmon, tashi ishte lavdiatit për të stimuluar, po dhe mbaje mend vargun. Mirë, po jemi të veçuar, por puna është që si e bën, sepse do t'i thuash tjetrit, okay, vëlla, duhet të veçohesh, motër, duhet të veçohesh nga bota. Si do ta bëj ai? Do ta bëj duke mbajtur urdhërimet e ligjit, do t'i thuash zbato urdhrimet, sabatin, festat, henjen pastër. Kjo, më kupton? Tani, vëllai po e vargun përpara jush. Urdhërimi, që është një fjalë tjetër për të thënë ligji. Çfarë është? Është një llambë. Ky është një varg që ti e shënon në fletoren tënde. Që kur të vjen dikush për të thënë si do ecë në dritë, do ecësh me urdhrimet e ligjit, sepse urdhërimi është një llambë dhe ligji çfarë është një dritë. Dhe ndrejqet e disiplinës të atij ligji nëpërmjet urdhërimeve të atij ligjit janë rruga e jetës. Pastaj, okay, vllai po e sjell prapë për lavdi të tij, okay, një varg tjetër. Prandaj po thotë vllai që Psalmi 119 është themeli, që unë jam lutur më përpara vajtoja, para 4 vjetësh ishin të tërë prezent atëre, ishin si Amerika, si të tërë që ishin. I kishe dhe nga Kroacia që ishte ajo tjetra, tërë ishin prezent në atë lutje. Por masandaj ndodhen disa gjëra. Tashi, vllai po e ndihmon prapë për punën e llambës, llamba. Lavdijemi të tia. Urdhërimi këtu është ligji, vlla motër, ta kuptosh, kur thot urdhërimi, një nga urdhërimet e atit është llamba. Tashi, me shumë urdhërime përbën ligjin. Prandaj thoshte vllai që ti je në shtëpi, okay, nuk ka dritë në shtëpi, nuk ka dritë as jashtë. Por ti e ke të lidhur 2 llamba të zem, ose një llambë e ke të lidhur në këmbën tënde. Dhe kur ti del jashtë, sepse ke llambën, diku ecën, diku shkel, që të mos biesh në gropo, të mos ja futësh gurit, të mos e shkelësh atë xhamin, ka shumë gjëra. Diku ecën, sepse ke llambën në këmbën tënde, apo jo? Dhe po ecën me dritë. Një tjetër varg, Psalmi 119, ti do t'i shënosh, me fjalë të urta 6:23, përbejnë urtësinë tonë, sepse fjala këtu, çfarë është? Psalmi 119 është ligji i atit, që në fillim të Psalmi 119, ke ecjen, panjolla, që ta kuptosh, kur vllai ka thënë më të rast, okay, e për ja ta hedhim dhe më fal, ja ta hedhim atë vargun, që rrethojnë në mendjen tonë. E një moment. Që ta kuptosh që njerëzit e marrin masandaj atë dhe thonë, po ja, shikon. Fjala është fjala ja Mateu që në Mateu dhe lartë. Më fal, Mateu dhe lartë që nga fjala është pjesë e fjalës, por nuk është fjala që po flet Psalmi 119, sepse që fillon që në fillim që ne vedimë lum ata që kanë një rrugë panjollë, që ecin me ligjin e Zotit Jahve, dhe ti e shikon masandaj vllai ta kalon çik në qendër. Dhe çfarë për të thënë që kur një person të thot fjala, ti do ta kesh në zemrën tënde çfarë? Një, do të kesh ligjin, urdhërimet, dekretet e tija, mësimet e tija, është e njëjta gjë. Rrugët e tija, prandaj vllai ti ka vënë të tëra këtu në vije, që do thotë fjala e tërë. Statutet që janë festat e tija, kur shikon statutet dije që po flet për festat e atit. Dekretet, po ati ka dekretuar disa gjëra. Fjalan tënde, ashtu. Sepse duke ruajtur fjalën tënde, pastaj çfarë bëjnë neve? Nuk më katojmë. Tash fjalën këtu që një person duhet ta ruaj në zemrën e tij të mos mëkatojë, çfarë është? Është ligji i tij me pak fjalë ta kuptosh vëlla motër.
sepse jemi e psalmi 119, këtu nuk kemi akoma Mesia për të ardhur, e vjen më vonë, mbas 100 vite më vonë. Prandaj që kur e shikon këtë që citojnë shumë herë sot, që fjala jote është një lambë në këmbën time dhe është një dritë në shtegun tim. Cila fjala dhe vllajtave, ligji, urdhërimet të veriti pasaj. Po më të ndihmoj, ligji tia, ligji jot është një lambë në këmbën time, sepse po mbajtë urdhrimet e Atit nuk më katon. Tash nuk më katon, nuk ecën errësira, po jo, ti e di atë gjë. E shikon që kur për të thënë që ato, jemi këtu në ato, ne që kanë hyrë në beslidhje, morën llambat e tyre. Nga është nga ana figurative, morën llambat. Çfarë? I kishin në zemër. I kishin në zemër. Urdhërimet në këtë rast i kishin në zemrat e tyre dhe dolën përpara dhëndrit. Tani, për të dalë përpara dhëndrit, më thuaj një person që vazhdon të mos mbaj urdhrimet e Atit, po më katon. Mos ndoshta do dali përpara dhëndrit? Jo, nuk del përpara dhëndrit. Do dali përpara dhëndrit kur të ringjallen ata persona në ringjalljen e dytë që do hidhen në qen e zjarrit. Do dalin përpara në fronin e bardhë, thot shkrimi të gjykimit, që Mesia do qëndrojë, persona që kanë vdekur, që kanë qenë rebel ndaj urdhrimeve të Atit dhe nuk pranojnë Mesian, ata do marrin do ringjallen në trupin e tyre të vdekshëm. Por ringjallja e parë do ndodhi për një trup të pavdekshëm që do hyjë brenda në qytetin. Pastaj ata në ringjalljen e dytë mbasi mijëvjeçari mbaron dhe Satani pastaj gjykohet dhe zjarri zbret nga qielli, ata persona që kanë vdekur që tani dhe gjatë kohës së mbretërisë së Mesias, ata persona do ringjallen në përpara fronit të Mesias, do marrin trupin e tyre. Dhe Bibla thotë që do hidhen me gjithë trupin dhe trupi dhe shpirti i tyre do pastaj shkatërohen në liçen e zjarrit. Aman, shiko trupi, sepse do ringjallen. Do ringjallen në trupin e tyre që kishin kur ishin në tokë. Në trupin e tyre dhe do qëndrojnë fizikisht përpara Mesias për të gjykuar. Do hidhen në liçen e zjarrit. Okej. Mirë vlla, mirë, po thuaj që në fillim vlla, sepse unë e kuptoj, por janë disa gjëra që neve kemi marrë më përpara vlla, më kupton që themi ja duke u lutur, nuk bëhet veçimi me anë të lutjes. Veçimi është duke mbajtur urdhrimet e ligjit, veçohesh, më kupton. Vlla, ne nuk kemi nusja. Ta heqim më përpara, kjo ka qenë një mbetje. Ne nuk kemi nusja. Ka thot vllai, përse nuk kemi nusja? Do vi të marri nusen. Jo vlla, nuk do marri nusen. Ne jemi vëllezët e motrat e tia. Pa ju jeni vëllezët e motra. Një që është vëlla e motër, nuk është dhe nuse. Tani, kjo mënyrë ka ngelur që më përpara dhe thot vllai, që nusja ja ta shprehte sepse ti e nxorre këtë nuse, tash do ta kuptosh ti që sepse jashtë do është mësim më vetë që unë kam gati, por ja ta kuptosh pa. Okej, ja ta marr material. Ta marr materiale. Ja i moment ta karikoj. Okej. Natë ime të tia. Po vlla, jo, ata e dinja dhe unë, por momentin që shikon vargjet më andaj thua dale se ti jep shpjegim vetë Bibla, më kupton, vetë shkrimet. Dhe këto janë pjesë e manipulimit që na kanë bërë më përpara, gjëra të tilla. Do ta kuptosh punën e nuses. Okej, le ta hedhim atë. Ti mendja që i kompjuterit. Okej. Se para 2 herë, ose pas ka marrë, më falë. Ja një moment, pas ka marrë të vjetër. Okej.
Atëre, le të fillojmë që në fillim. Tani, do shkojnë që jo shpejt, por për ta kuptuar se do arrijë në thelbi. Në Isaia 54 që prekëm për punën e qytetit përse se thot po flet për qytetin masandaj hynor që ka të bëjë me fëmijët që do hyjnë brenda, më kupton. Se prandaj thotë zgjero vendin e çadrës sate, fletët e banesave të tua. Tani banesat ku janë? Janë brenda qytetit. Ktu po flet për qytetin vëllazër. Banesat janë brenda. Masandaj ati vazhdon sepse të ka thirrur si një grua të braktisur, kishte fjalën për qytetin. Unë të braktisa për një çast të shkurtër kur ishte përmbytja në Adamin, në Noan, thot se për mua do jetë një fakt si ujërat e Noasë, thot, ashtu siç betova ujërat e Noasë nuk do të mbuloj më tokën, kështu thot unë betohem që nuk do të zemërohen me ty, nuk do të kërcënoj me. Përse? Sepse u kërcënua dhe kopshti e Edenit, këte po flet, kopshti e Edenit që masandaj u troq lart me pemën e jetës, është qyteti i ri tani Jeruzalemi i ri, që ati i zgjerovi çfarë e tha pak më përpara. I zgjerovi ato vendin e çadrës, fletat e banesave, i zgjati litarët dhe kunjat dhe tha do të shtrihesh në të majtën e të djathtë, pasarësit e tu do të zotërojnë kombet dhe qytetet e shkretuara. Pasarësit e qytetit do zotërojnë, do kemi pushtet mbi kombet. Okej. Dhe në atë kohë ati u zemërua, se normal ishte pjesë, kopshti i Edenit ishte pjesë për një moment në përmbytjen, por para se ta mbulonte kopshtin, kur filluan ujërat ati e troqi lart. Nuk e përmbyti kopshtin e Edenit. Kur filluan masandaj sepse u hapën 7 portat lart, siç e di në kupën qellore, ndoshta nuk e di a kemi ne bëjmë sërish, por e kam hedhur atë foton që Enoku, pra Enoku dhe jubilejnë të thonë që masandaj janë 7 pa 7 portat, kataratet që u hapën, zbritën nga lart, dhe sepse kemi ujin lart, prandaj zbritin nga lart. Dhe nga poshtë masandaj u hapën burimet dhe ati që nga lart dhe poshtë e përmbyti një thuash një strukturë të mbyllur, nuk përmbytet një tokë, siç është gënjeshtra e tokës, masandaj përmbytet diçka që është e mbyllur. Po ti kesh një tas që është e mbyllur, ti shposh vrim aty tasit, po ta e mbush me ujë atë gjë të mbyllur. Kupton? Me pak fjalë, por për të rikthyer kësaj tani. Le të kalojmë në jubilejnë të dyneve e prekëm, okej, nuk është atë që po thesha, por ky është vargu vlla që rrezon tërë gënjeshtra që ne kemi marrë. Zbulesa 21. Pastaj thot engjëlli erdhi drejt meje, një nga 7 engjëjt me 7 kupat, okej, me plagët e fundit dhe më tha, okej, eja të tregoj nusen. Shikoj vlla, eja të tregoj nusen, ke gruan e qingjit. Dhe më çoj në frymën në një mal të lartër dhe më tregoj ke nusen, qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë. E shikon? Që nusja është qyteti i lartë, vlla. Që është gruaja e qingjit. Është nga ana figurative. Tani pse? Sepse në zbulesa 22 do ta kuptosh akoma më tepër kur thot fryma dhe nusja u thonë eja. Okej, e kam këtu. Okej, atë që pam pak më përpara, por që në fillim, dua ta shpreh që në fillim punën e nusës. Zbulesa 21. Dhe pash një qell të ri, një tokë të re, sepse qelli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar, deti nuk ishte me. Ku është ky deti? Deti është lart. Deti që shikojmë, qelli blu, është përsipra, ujërat lart. Nuk është me, se do hapet kupa qellore. Më kupton? Do hapet kupa qellore. Dhe do hapet ujrat që të zbresi qyteti, po qyteti do zbresi që brenda janë banesat, po këtu thot qyteti. Dhe pashë qytetin e veçuar, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qelli, nga Elohim, që ishte bërë gati qyteti si nuse. Prap, si nuse stolisur për burrin e vet. Kush është burri vet?
Mesia, Jeshua. Okej, pasandaj si stash pak më përpara, të tregoj nusen gruan e qengjit, dhe më tregoj nusen, më tregoj qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë, që zbriste nga qielli, nga Elohim, duke pasur lavdinë e Atit Elohim. Tani, Zbulesa 22, Ati Jahwe thot, unë jam Alef dhe Tav. Nuk është Alfa Omega është përkthyer nga greku, Bibla ishte shkruar në hebraisht. Pastaj u dha dhe greqisë, nga greqishtja morën e përkthyen në anglisht. Unë, thot Ati Jahwe, jam Alef dhe Tav, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që kryen urdhrimet e tij që të kenë të drejtën për në drurin jetës, tema jetës, për të hyrë në portat e qytetit, Jeruzalemi i shenjtë i veçuar. Jashtë janë qenë të magjistarët, kurvarët, vrasësit i dhujtarët, kushdo që do dhe zbaton gënjeshtrën. Ja ku i ke, të tëra ata që zbaton gënjeshtrën, ligji është hequr. Unë, Jashua, dërgova angelin tim për të dëshmuar për këto gjëra në përkisha. Vëlla, në këtë rast Damiano, për ta kuptuar dhe kam thënë dhe më përpara. Libri i zbulesës flet për Atin, flet për të birin, flet dhe për ngjarje që do ndodhin, por nuk flet për një gjë të vetme. Sepse po të filloshin në fillim në zbulesa 1:8 të thot, Ati Jahwe thot, unë jam i plot fuqishmi thot, dhe ai i dha në masandaj profetit të tia që ishte apostulli Gjon, e quan profetin shërbëtorin e tia. Masandaj ka momente që angeli flet masandaj për çfarë Mesia tha, por shumë herë flet Ati masandaj nëpërmjet angelit, çfarë do bëjë. Më kupton? Që ta di, sepse libri i zbulesës duhet të marrë me çdo moment kur ka flitet. Tani, ti dhe unë ne dim që me Ati Jahwe nuk është rrenja dhe pasardhësia e Davidit. E shikon që bien poshtë të gjitha gënjeshtrat e tyre, sepse thot, unë Jashua thot, e dërgova angelin tim. Tani Ati, Mesia po flet, unë dërgova angelin, po kush i dha pushtet? I dha Ati, që masandaj të plotë, që ai dërgovi angelin për t'i thënë masandaj shumë gjëra për Atin, shumë gjëra për veten e tia. Dhe Mesia thot, unë jam rrenja dhe pasardhësia thot Davidit, ylli i shndritshëm i mëngjesit. Ati nuk është ylli i shndritshëm i mëngjesit. Ati është kryusi i qiellit tokës që ka krijuar dhe Mesian dhe krijovi në barkun e Miriam. Tani, për punën e nuses, dhe fryma dhe nusja thon eja. Vëlla, tani, dhe ai që dëgjon le të thot eja. Tani, ai që dëgjon, kush e ka librin e zbulesës në dorë? Biblën. Neve, besimtari që ka hyrë në beslidhje. Tani, fryma dhe kush, qyteti i thon besimtarit, eja ty është brenda. Eja ty është brenda dhe si hyn brenda? Duke mbajtur urdhërimet e tia për të hyrë brenda në qytetin, në portat e qytetit. Dhe nusja në këtë rast që është qyteti dhe unë po t'i vej me të njëjtën, ta kuptosh. Fryma po flet nëpërmjet në këtë rast të zbulesës dhe thotë që fryma dhe qyteti nga ana figurative ju thonë kujt atyre që dëgjojnë, kush dëgjon? Kush e lexon Biblën? Neve, besimtarët. Që neve ty hym brenda ku? Në portat, eja thot ty është brenda. Në portat e qytetit. Bile thot, ai që ka etje, ai, besimtari që ka etje, le të vijë të marrë si dhuratë ujin e jetës. Kush është uji i jetës? Uji i jetës do jetë nga ana figurative në njëjtën kohë është ringjallja. Nga brendësia juaj do dalin lumenj të ujrave të gjalla. E ka fjalën për ringjalljen atë ditë. Tani, po ta kuptosh vëlla motër, nusja. Tani, po t'ishte se nusja ishin besimtarët, këtu po flet, nuk kemi akoma ringjallje, si do thoshte? Si do thoshte? Tash apostulli ishte akoma gjallë kur mori vizionin në ishullin e Greqisë, në Patmos. Patmos, unë kisha foton për nesër do. Kam këtu edhe ku, por ja ta shikoni realisht kush është Patmos, për ta ditur që ta përjetosh Biblën me ato që ne realisht i kemi. Tani, ata ishin të gjallë,
nuk është ringjallur akoma askush, si do të kenë kaluar vitet, dhe sot e kësaj dite asnjëri nuk është ringjallur përveç se Mesias. Tani, nusja vazhdon të thotë që eja një tyni brenda. Ka fjalën që qyteti po ju thotë ata që lexojnë që të hynë brenda dhe masandaj çfarë do ringjallen të marrin së dhuratë ujin e jetës. Kjo ishte në zbulesa 22. Por, prandaj që thot eja të tregoj që kjo, më përpara që kisha këtu e më mirë, zbulesa 21 thot eja të tregoj nusen dhe ti me njerë kupton, dale ta shikush është nusja gruaja e qingjit, më qoj në frymë dhe më tregoj qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që zbriste nga qelli. Ky është nusja. Nusja që thotë në njëjtën gjë në Isaia 54 që prekëm pak më përpara, tuja që beshe fjalë pra për qytetin nga ana figurative që ishte si grua e braktisur. Gati në këtë rast e kishte braktisur qytetin që ishte kopshte e Edeni në atë kohë, tani u morë u troqlatë. Tani një nga gjërat që ne na janë thënë dhe shumë herë marrin është Efezianët 5, Dhe do ta kuptosh përse njerëzit e keq interpretojnë ato vargje. Tani, në Efezianët 5, vargu 25, do ta hedh në ekran, përse e marrin punën e nuses në atë mënyrë, por nuk ka të bëjë me specifikisht që është nusja. Sa nuk e kuptojnë fjalën. Vargu 23 dhe 24, dhe 25, më fal, 22. Lavdërimit të tija. Ja vllajta e edhe këtë vargun që ta kuptojmë, sepse nuk ka vargje të tjera masandaj që përdorin. Po ky është nga vargjet masandaj që e përdorin. Ja shikon, ne nuk kemi neve vlla, motër, nuk kemi ne nusja e Mesias. Nusja është qyteti, ne jemi vëllezërit e motra të tija, thot, për mua jeni vëlla, motër, thot, sepse po zbatoni urdhrimet e ligjit të Atit tim. Ja vlla, do ta konfirmojmë edhe me këtë dhe masandaj vazhdojmë, por më vjen mirë që lavdiate që e kuptove, sepse këto janë pastrimet e gjerave katolike ortodokse që na kanë thënë më përpara dhe shiko tani çfarë konteksti këtuja është që po flet për ecjen vlla motër, në Efezianët 5, nuk po flet që ne jemi nusja, po flet që ju gra, e ka fjalën fizikisht, ju gra thot, nënshtroni burrat tuaj përsi Zotit Mesias në këtë rast. Por e thot nënshtroni burrave që u thonë sipas ligjit dhe në martesa biblike që ati nje, janë dy persona që kanë hyrë në beslidhje me anë të urdhrimeve të ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Ajo është martesa biblike. Pastaj një motër në këtë rast i nënshtrohet për shkak në këtë rast të principeve biblike që në këtë rast dhe partneri i tij apo e saj në këtë rast për motrat do shfaqi në kontekstin sa lejon, por nëse partneri i saj thotë ai të bëjmë diçka jashtë ligjit, motra nuk do t'i nënshtrohet asaj si situate. Motra do t'i thotë që kjo unë nuk dua të njollosem sepse ti akoma nuk je penduar t'i thotë ta zem ose një vëlla do t'i thotë gruas së tij. Siç kemi raste. Tani thotë ju gra nënshtrohuni burrave siç e dimë në kontekstin biblik të beslidhjes, hyrjes në beslidhje në ligjin e Atit. Atë një Ati si martesë. Prandaj fillon martesa ka filluar që me Adamin kur kishin ligjin dhe vazhdoi në ligji për 3:24 që po fliste për punën që Mesia thoshte ju burra do t'i jepni letrën e ndarjes sepse kishte zemër e qafort të ngurtë, prandaj Moshe u dha letrën e ndarjes, citovi ligjin e për 3:24. Tani, burri i thotë, a është kreu gruas. Tash burri është kreu gruas kur burri ka ligjin për t'i mësuar gruas çfarë urdhrimet e ligjit që masandaj ajo familje bekohet siç Ati ka dhënë premtimin duke mbajtur urdhrimet e tija.
Atë që lexuam ligjin për 37 apo komplet ligji tia që flet për bekimet kur mbahen dhe burri është kreu i familjes që do mësoj ligjin që familja të mos mëkatojë. Thot sikurse edhe Mesia është kreu i kishës. Është kreu, nuk thash nusja. Shikon? Është kreu i kishës. Thot ai zotëron dhe ai është bosi në këtë. Ai është kreu thot. Ai është kreu i kishës. Dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Trupit prap tu është kisha. Shpëtimtari ton. Ashtu si kisha është nështruar Mesias, shikon? Kështu gratë duhet të nështrohen burrave të tyre në çdo gjë. Burrave prap sipas principeve të ligjit. Efezianët kishin ligjin. Po flet të tërë koncepti është në nështrimi thotë në kuptimin e qesës sjelljes. Ju burrat i doni gratë tuaja, sikurse edhe Mesia ka dashur kishën dhe e dha vetin e tij për te, që ta veçojë, ta shëntërojë, ta pastrojë me larjen e ujit me anë të fjalës. Tani si neve pastrohemi? Me anë të urdhërimeve. Fjala, ligji që pam pak më përpara, urdhërime, dekretet. Ja një moment vlla, qëndro për ta pastaj bëjmë komentet. Për ta kuptuar mësimin. Pasi e pastroj me larjen e ujës me anë të fjalës. Me anë të fjalës si? Kur u penduam nga shkelit e ligjit, hyrën masandaj në beslidje me anë të pagëzimit që bëmë, more dhuratën e frymës shenjtë, u pastrua në atë moment. Dhe urdhërimet e ligjit, çfarë bëjnë neve gjatë rrugës? Na pastrojnë, na mbajnë largë mëkatit, kur neve i zbatojmë. Që ta nxjerrë përpara vetes të lavdishme. Ta nxjerrë përpara vetes. Në Mateu 25, që do prekim më vonë, ishin përpara dhëndrit, para Mesias. Që e prekëm dhëndri, në këtë rast ishte qingji, në zbulesa 21, që të paraqiten thot përpara vetes, panjolla, parudha. Tash panjolla, kush na bën panjolla? Duke mbajtur vetëm ligji i tij. E pamë, nuk e pam këtu ja ku kemi. Panjolla. Një rrugë panjolla, duke mbajtur ligjin e Zotit Jahve. E shikon vlla motër që kemi kur thotë me anë të larjes së fjalës. E ka fjalën që kur ti dhe unë mbajmë urdhrimet e ligjit, çdo ditë po pastrohesh akoma më thellë për gjërat që janë të fshehura, perceptimet tona, rinovimin e mendjes tonë. Ja, për shembull ti vlla more rinovimin të mendjes për konceptin e nusës sot. Pa nxjerri panjolla, parudha, ando një gjë të tillë, po të jetë e veçuar e pa qortushme, ja, veçimi që thamë, që bëra pyetjen që në fillim, me anë të urdhërimeve të ligjit për të qenë panjolla. Këtu shikon gjë që kita është nusja? Jo. Po thotë, po bën paragonimin, po bën atë shëmbulltyrën për të thënë. Gratë thotë, okej, duhet të mbajnë këtë qëndrim, siç në këtë rast duhet ta kenë edhe burrat dhe gratë. Po jep masandaj konceptin e sjelljes. As gjë tjetër thot, Mesia është kreu i kishës, nuk është nusja. E masandaj kisha. Nuk po thotë që Mesia është masandaj kreu i nusës. Këto gjëra janë futur më vonë sepse masandaj gjithë mësimet që janë bërë prej heqku, nuk vjen tek zbulesa 21, sepse qyteti i ri, Jeruzalemi i ri ka të bëjë urdhërimet për të hyrë. Urdhërimet e ligjit janë hequr. Dhe thonë masandaj në ato në zbulesa 22 apo 21, janë vetëm ato urdhërimet e Mesias. Kaq, ai tha 2-3 gjëra, ato do bëj unë, jam në rregull. Ky është një gënjeshtër, një manipulim kaq i madh sepse janë me qindra vargje të tjera që ati thotë, çfarë po bëni thotë? Ku janë sabatet? Ku janë festat? Ku janë ngrënia e pastër? Mos ndoshta Mesia tha ato urdhrime në dhjetën e re? I tha gjë për punën e ngrënies pastër, tha për sabatin, tha për festat. Tha për punën që nuk e tha specifikisht sepse ishte një kishë që e dinte ligjin. Por këtë nuk e kuptojnë protestantët ku ishim neve më përpara. Katolik ortodoksë me për pa fjalë, masandaj ungjillorit që janë një degë tyre.
gjithë zemër do të eci në to. Masimi ytë është një lambë, për këmbët e mia dritë, për shtegu